Belinda Balloku pati një kërkesë për arrestim nga SPAK-u dhe qeveria nuk e dorëzoi, duke e ndaluar me vot në parlament dorëzimin e imunitetit të saj dhe ku kanë qenë këta protestues deri dje. Shqipëria nuk është e tillë sot. Shqipëria është e tillë mëti. Nëse e kanë ndoshtë vendin e tyre etj, pse këto protesta nuk kanë ndodhur më herët, dhe ç'është ndodhi kaq shpejt. Që mendoj që ndoshta kanë vënë pikë se mos qëndron dikush prapa këtyne. Mor parasysh këtë edhe një deklaratë kryeministri Edi Rama, i cili thotë që iranianët po e financojnë nëse diçka të tillë, heri përmend Kosovën, Tetovën. Po, janë përmendur dhe grekët fillimisht. Serbët gjithashtu. Ka pas deklarata të tilla, janë deklarata shumë të dobta. Ajo çfarë e masivizoi protestën është një ne themi është mbushur kupa. Më thënë pa drejtësit janë shtuara që kemi një sër skandalesh publike korruptive në Shqipëri. Me inceneratorët, këto le themi tip fabrikash të vogla të cilat supozohen të procesojnë mbetjet urbane, për të cilat qeveria paguan lek dhe asnjë nga ato nuk është ndërtuar në Shqipëri. Që është një nga skandalet më dhe kemi skandalin e Akshit me afera korruptive të jashtëzakonshme në miliona euro, qindra miliona euro. Kemi skandalin tjetër të Ministrisë së Infrastrukturës, ku zëvendës kryeministri dhe ministri e infrastrukturës ish tani ministria. Belinda Balloku nuk pati një kërkesë për arrestim nga SPAK-u dhe qeveria nuk e dorëzoi, duke e ndaluar me vot në parlament dorëzimin e imunitetit të saj dhe bënien të mundur të arrestimit dhe të thellimit të investigimit. Këto tani janë të gjitha faktor në zemëratën popullore dhe me shfaqjen e skandalit të Sazanit tani dhe të Zvërnecit dhe me dhunën ndaj personit në mes të ditës, bëri që kjo zemërat të plaste dhe të shprehej në formën e një proteste masive. Dhe protesta është përgjithsisht të rinj. Pjesa dërmuese e protestës janë krejt të rinj. Dhe janë njerëz që duan ndryshim, duan të japin fund tranzicionit 35 vjeçar tashmë dhe të bëjnë prandaj një nga thirrjet e Shqipëria e re, të kenë një Shqipëri të re ku drejtësia mbizotron dhe jo korrupsioni dhe vjedhja, le themi, ligjore.